Pris janë që nuk funksionojnë inceneratorët. A kishte hartuar qeveria dy strategji për trajtimin e mbetjeve dhe sot nuk trajtohen në asnjë nga inceneratorët e ndërtuar që kanë konsumuar disa milionë. Çfarë duhet bëjmë me ato shishet plastike? Ta zgjidhi qeveria, dëgjoj. Çfarë do kishe bërë ti? Ta harrojmë unë dhe ti. Po lërmë tani se kur të vi Rama do e bëjmë të pyetje Ramës në studio. Tani ti çfarë do kishe bërë? Përmbytja nuk vjen nga shishet, ju lutem. Nuk vjen nga shishet. Mos i hotojmë qytetarët. Vjen nga shiu i madh. Jo. Përmbytjet vinë nga trajtimi i shtreteve të lumeve. Me 10 kompani, me qindra mos me mira, shfrytëzojnë barbarisht shtratin e lumeve për inerte. Po pse urën që ka kushtuar mbi 20 milion euro në lumin mat, a paguret e qytetarëve, janë nxorën kambët në diell edhe u detyrua dhe u bllokuar qarkullimi drejtim Shkodrës dhe Lezhës në mes të verës, në mes të turizmit, sepse i dolën kambët urës? Jo, shfrytëzimi barbar i kompanive të lejuara nga qeveria, sepse nuk lejohet të shfrytëzohen shtrati i lumeve në një periudhë të caktuar. Dhe pa kriter, e dyta, prishja e korës së tokës me qindra fronte gurorësh në gjithë pjesën veriore, pra në pjesën lindore. Po shkim pra nga zoti atëre? Jo. Në ka të shkuar pra? Unë do të tregoj dy statistika që të bindesh që fajin e ka qeveria. Prerja e paligjshme e pyjeve ekspozon mjedisin nga erozioni për shkak shirave, sepse lumi më i gjatë në Shqipëri që derdhet drejt për drejti në delta, nga burimet në shtetin grek, është Vjosa, me ditë gëzimet. Para viteve 90 është dashur 14 ore 20 minuta për të ardhur ujë nga burimi për të rënë në delta. Sot zbret për 9 ore 20 minuta për shkak të prerjes pyjeve, sepse pyjet ngadalsojnë shpejtësinë e lëvizjes së ujit dhe e shpërndajnë në një kohë më të gjatë. Kurse sot zbresin ata me rreke, mbledhin aluvione degëzim pas degëzimi dhe grumullon gjitha në Vjosë dhe krijohet një fortunë e madhe uji dhe aluvionësh dhe blokon tumbina gjithçka, sistemet e kanaleve dhe pastaj del Vjosa nga shtrati.